Territori i Kosovës për datën 22 Gusht 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Gjatë pasdites në disa zona mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por mundësia për eshje do të jetë shumë e ulët. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijnë me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 7 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:27 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 33 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 31 gradë. Skënderaj 15 deri në 33 gradë. Pej 15 deri në 32 gradë. Prishtinë 16 deri në 34 gradë. Qekov 17 deri në 34 gradë. Malishev 17 deri në 34 gradë. Gjilan 15 deri në 32 gradë. Ferizaj 15 deri në 32 gradë. Kaçanik 15 deri në 31 gradë. Suharek 17 deri në 34 gradë. Prizren 20 deri në 35 gradë.